Fund të sezonës kemi angazhu Ragip Gjakën, 2 lojë pa përfundu të mos sezona dhe mas andej, siç e dini edhe ju, Talan Gjakën është të shku sipas planit, çdo gjë është të shku mirë, domethënë deri ekipa e parë deri me tani s'ka asnjë humbje. Kusi nuk është domethënë vetëm te ekipi i parë, na kemi fatin që tash me pas një legjend si Talan Gjakën, por fokusi është në përgjithësi Dardania me u reorganizu dhe me u organizu ashtu që ti kem të gjitha kategoritë dhe ne punojmë me projektin 2030, i cili në vete mbërthen domethënë 300 fëmijë shqiptar, por edhe të nacione tjera dhe në vitin 2030 kemi deri me ta 75. Atëherë janë edhe 3 ekipet të femra, domethënë ekipin e parë dhe 2 ekipe junioreve dhe kemi gjithashtu në fokus patjetër ta bëjmë edhe futsallin 2027-2028 të kemi planifikuar dhe mendoj që të kemi domethënë me 300 fëmijë kemi natyrisht gjitha kategoritë juniorëve dhe kemi edhe në rezervë shumë. Prandaj është fokusi është Dardania është organizuar me gjithë aspektin dhe në gjithë poshtin e klubit, sepse është një ndër klubet më të vjetra që kemi në Zvicër dhe mendojmë që e ka vënë në ligën e parë ose në dytën interregionale. Në mars të vitit 2024 kemi marrë klubin për kryesisë të jetën dhe jemi reorganizu. Kemi shumë fat se shqiptarët janë përgjegjur mirë, janë përgjegjur edhe pa orë talanti, por masi ka orë talanti janë përgjegjur edhe më shumë. Domethënë ne tani për momentin e kemi siguru anën financiare për këtë vit, për sponsorëve të nderuar që janë të shumtë si Ziberi, Ekoshpitex, Krajo, Granit Gjaka domethënë na kanë ndihmuar me të gjitha pajisjet për ekipin e parë. Të gjitha i ka hiekaj, domethënë tani kemi çdo gjë kemi me të prit në fakt. Kemi nuk vujmë as për topa, as për material, as për financa, as për kur gjë për momentin. Domethënë jemi të organizuar aq mirë saqë për momentin është vetëm rezultatet janë. Edhe rezultatet i kemi shumë pozitiv. Mbi 75% veç pozitivitet. I kënaqur jam shumë, normal vetë ndeshje asnjë humbje. 30 pikë, se kisha prit shumë të kallëzu drejt në fillim, se kena një projekt edhe me prezin, deri 2030, kështu që jam shumë i kënaqur. Ekipi u kon veç me asistentin të me Argentin, i kena marrë 2-3 lojtarë, që kena mendu që mujnë me na ndihmu, edhe na kanë ndihmu shumë, por normal që kena ma shumë potencial. Objektivi jonë është me hypë tretin ligë. Tani me këshirë me marrë edhe të lojtarë tjerë. Ja, normal që mujna me forcu ma shumë, e kena një farë plani unë edhe Argenti, kështu që mujnë me ardhë 4 lojtarë, po kështu që janë që tash momentalisht janë shumë mirë. Plani është dhe në 2030, mas paktin në ligën e dytë më hip, ta është më thonë pejtë 4 të smejtë në tretën, edhe në vitin e kalum nëse ecën krejt çdo punë që kena të organizuar, që kena bërë planin e krejt më hip edhe direkt në ligën e dytë, prandaj do të më shifoj që vazhdoj. Është një punë shumë e mirë, domethënë edhe bashkëpunimi me talentin është jo vetëm për projektin për Dardanis një plus shumë i madh, por edhe për ne, si për staf, si për secilin lojtar, për eksperiencë, për çdo send, domethënë është ecë një punë shumë mirë. Edhe e kem qëllimin normal të shmarit edhe sa më shumë. Edhe dytë ekipa është të kualifikuar për me shku në 4 në ligë, si 30 plusi, 50 plusi, edhe me fëmijë që shina të kalu deri shtash shumë mirë, kanë edhe shumë potencial, edhe normal që edhe me ftyrën e talentit, edhe ma shumë fëmijë janë shtash të na ardhë, edhe kanë qef edhe në trening me na ardhë edhe me na këqyrë edhe kjo na pëlqen shumë, se na qefi jonë është me pru shqiptarët të ekipi shqiptarët. Edhe na që e kena cilën me shku sa ma nalt, është edhe normal që dojna edhe shqiptarët me pas të na në ekip edhe mo kënash si familje Dardani. Vill du
Po unë kom pas fatin sepse kur e kom marrë Dardanin, kam pas fatin, ku e kena marrë, më falni, ku e kena marrë Dardanin si kryesinë, kemi pas fatin që të organizojmë edhe në fakt 30 vjetorin, sepse nuk ish pas organizuar dhe kena organizu 30 vjetorin e klubit. Dhe unë aty kom shprenda dikun mbi 78 milioje për njerëzit që kanë kontribu të gjithë. Prandaj edhe këtu shfrytëzoj rastin t'i falenderoj të gjithë ata që kanë kontribu sa do pak për klubin tonë. Dhe aty natyrisht që kom taku edhe mikun tem të vjetër që në gjatë që 30 vjetër Agip Gjakën dhe kemi bisedu për këto gjana për me që ai ishte i angazhuar në politikë këgja shumë dhe aty nuk mujtum shumë me planifiku, kurse në vitin që lam pas, dhe me thonë sezon që lam pas, në qeshor, unë lirova trajnerin që kish shumë nga detyra për arsye se nuk patum rezultat dhe thira Agip Gjakën dhe ai falenderojmë nga zemra që ai erdhi dhe në 2 ndeshjet e fundit i fitoj si trajner dhe unë aty takova edhe Taulantin, patëm një bisedë shkëlqyshëm, të cilin e një pe që ka qenë 3 vjeç, patëm një bisedë 5 minuta shumë të mirë dhe çka më dha tepër kuraj, jo se kum njoft, domethënë gjithë jetën, më dha besën, jo fjalën, po besën shqiptare që do të jetë trajneri i Dardanis dhe paka shumë pe shtatorit, por kjo gjë u realizua edhe më herët. Dhe nuk ka qenë shumë e vështirë për arsye sepse unë e ngjoj familjen Gjaka shumë mirë, kam jetu me ta, kam bashkëpunu me ta edhe përpara në drejtimin e shumë gjanave dhe një familje mrekullueshme e cila vetëm që po e tregon edhe tash të vetën me angazhimin e Taulantit të neve. Me që me pyete për vështirësitë, me të thonë vetëm vështirësia e parë ka qenë sepse edhe unë më ka duft bas bisedës me Taulantin më ka duft edhe unë mu sjell si profesionalist. Me që jam shqiptari i parë që kum luajtur ligën e Shqipërisë në histori të futbollit, të me thonë edhe unë një këgja mirë futbolin dhe kam tentu edhe unë mu sjell si profesionalist dhe shumë pak njerëz e kanë ditë që Taulanti do vite na. Dhe nuk është e zëshme fare, sepse është një djalë i mrekullueshëm, një adhetar i mrekullueshëm, por natyrisht ka ona e komunikimit nuk është edhe e lehtë sepse është njëri që ka pas 405 ndeshje profesionalizëm, 30 ndeshje si përfaqësues së Shqipërisë. Natyrisht edhe ai duhet më mësu me këtë situatën e re, por edhe unë natyrisht me drejtorin tim të sportit dhe me menaxherin e ekipit parë duhet më mësu me komuniku me Taulantin në mënyrën që ma profesionaliste të mundshme, edhe në mënyrën që edhe ati përshtatet pak, sepse me pas këtë flori, duhet me ditë natyrisht edhe me udhëheq. Kemi përparu ma shpejt se që kemi mendu e planifiku, por në rregull është sepse me ardhjen e një legjende që është Taulant Gjaka, natyrisht që gjanat po shkojnë pak ma shpejt se që kemi planifikuar pak pa ardhaj. Tepër e kënaqt, unë argjentën e një kena kun shumë të vogël, kështu që shumicën e një unë ma shumë se 10 vjetë, me Tahirin, presidentin, i kam marrë shumë të mira, kështu që më kanë pritë shumë. Shumë mirë, nuk ka të drejtë shumë tepër bile. Shihet edhe në për rrjetet sociale, se na presin shumë mirë. Shqiptarë dhe më thonë gjithë kanë në botë, kena kërkesa që është nave Taulantit Barzit, kena kërkesa prej Gjermanisë, prej Londrës, gjithë ka jonë njerëzit interesuar, edhe që më thonë edhe kur takohem ka herë me njerëz në për rrugë, një me interesant që edhe i din edhe statistika tona, edhe sot bile kena pas një qësi rasti, që na vjen normal shumë mirë që na ndjekun edhe na përkrahin shumë, edhe që kjo është një shaj shumë e bukur për ne. Nur ben Zahnarzt kommt. Stark, Fatih, stark! Full of Blüte. Seine Brustzahl terminiert. Kom met alles hier! Dit einde, jongens! Haydi! Gosse!
Po, është një motiv tepër i mirë, përpos asaj ne kemi bisedu me ata lejtar që janë afër edhe këtu në Basel që më na ndihmu edhe një herë në javë për shembull si trajner të juniorëve, më i motivu fëmijë dhe dy prej tyre vetëm kanë dhënë sinjal që do të na ndihmojnë. Kurse për ekipin e pas një motivacion një jashtëzakonshëm me pas njeriu mundësinë për shembull ta kem Granit Gjakën këtu në kabinë, ta kem Albian Ajetin këtu, ta kem Orhan Bislimin këtu, është gjë shumë e mrekullueshme dhe këto ta kem Renato Steffen këtu, do me thonë, dhe ne presim tani të na vjen edhe Gjedani shpresoj, po edhe Embolo e shumë lojtarë tjerë sepse rrethi i gjatë ta motivoj edhe ta kem brendi tonën edhe Ragip Gjakën dhe mendoj që ne do të shkojmë dhe do të realizojmë qëllimet që i kemë, që në 2030 Dardania të jetë pra minimumit ekipi parë në dytën interregionale dhe ekipet zinxhir të gjitha mbas dhe me junior do me thonë të arrim sukseset më të mëdha, duke ditur që edhe tani kemi dy junior që i kena në shtytspunkt, do me thonë që janë të zgjedhur pej shtytspunktve këtu që i kemë që i mbledhin junior për nacional malqaf, për përfaqësuese. Dhe direkt për Dardania i kemi dhe kjo do me thonë shumë, do me thonë. Plus FC Baseli sot ka pas me ardhe me veshgu një lejtar që ka qillu me kom djali jem, po ka pas me ardhe sot me veshgu, fatkeqësisht s'ka mujt dhe vjen tjetër në të shtune. Normal, Graniton për kroja dhe lojtarë si Albian Ajeti, tash Renato Steffen ose Orhan Bislimi, kanë ardhur gjithë këtu, na mbështetin shumë, kështu që veç i thojnë na faleminderit shumë. Kevin! Alles geht, Kevin! Lieber Effi, komm schnell einen Schritt für den Ivan! Wir sind zu 1 verloren. Raus! Scheiße! Soll ich wieder schlagen? Ja, okay, das hätte da. Ja, ey, die ganze Zeit von hinten. Hier wird gefährdet. Aber rein. Ja, dan gaan we dan. Hör nicht bei! Bis jetzt die beiden spielen! Nur eine halbe Minute! Goed, pas. Kevin, raus, kom Effi! Si që di unë prej aktivitetet mia politike mrena në Basel dhe prej aktivitetet të integrimit mrena në Basel të cilët shqiptarët veç e din aktivitetin tim, ne kemi vetëm Basel 7, Baselant dhe Freiburg, Mulhouse, i kemi dikun afër 58.000 shqiptarë. Kështu që është diçka e jashtëzakonshme, potencial i jashtëzakonshëm. Edhe siç e di edhe unë për statistika ne kemi 1300 fëmijë shqiptar mrena Baselit që luajnë për ekipe tjera jo tek neve. Prandaj unë i thras të gjithë ata që t'i besojnë projektit tonë, që t'i binë fëmijën të ne, sepse mas pari ne edukojmë shqip, ne flasim shqip, ne këndojmë shqip dhe ne jemi të shkolluar deri në majet e shkollimit profesionalist si nga ona sportive ashtu edhe nga ona private. Ne kemi tek ne social pedagog,
kemi informier kalibrit shumë të lartë, kemi udhëheqës, kemi mësues, kemi ekonomik, kemi inxhinier, kemi klubi futbollistik Dardania sot është një firmë prodhuese dhe tani fëmia e gjojnë vetë në mënyrën më të mundshme të mirë, kujdestarin më të mundshme të mirë dhe çka është edhe më e rëndësishme natyrisht që ne jemi larg më të lihet në krejt kantonin, domethënë ne kemi një antarësi vjetore ende 250 franga që se ka kërkush hiç. Domethënë është malisht në Kosovë, në Shqipëri edhe në Lirit. Prandaj i thras të gjithë prindrit kudo që janë që të vinë dhe të kontaktojnë me neve dhe të afrohen klubit futbollistik Dardania. Ne do t'i presim me familjen tonë dhe do t'i përqafojmë të gjithë. Na kemi kërkesa shumë, me të kallëzu drejt, po na mujna me marrë 25 lojtarë, kështu që në të ardhmen kena me punu edhe me shumë me 3, kjo është objektivi unë, po thirrën e kam qëre, mu bashku, kejt bashk, me orme në ndimu, me ngri Dardanin sa ma lartë. Na jena gëzu shumë që na kanë hardhë ma shumë pyetje për me hardhë të na sa ven që kena, bo na venën e muna me bo, edhe mes me pas një ekip, muna me thonë që kër i kena lojtarët e qelim apet një ekip tjetër. Edhe por to menoj që jena të shku edhe shumë mira, ma muna edhe ma nalt me shku. Është normal për çështja dhe talenti mu bashku mas pati, se është një projekt normal që ka shumë punë, edhe do më thonë të është edhe puna juniorëve, të është edhe për secilin prind që kanë a djem, a vajza nuk për shpull, se dy të kena, jena të marru të është edhe ekipën për femna. Mesazhi është për shqiptarët normal se fëmijët me na pru të na, mas pati juniorët si janë avmeria jo, mas pati e kena planin edhe me juniorët më punu shumë, që kjo. Thank you.